Islamic Relief Kosova vazhdoi t'u dalë në ndihmë fëmijëve jetim dhe familjeve në kushte të vështira ekonomike edhe gjatë vitit 2025. Implementuan 21 projekte në 22 komuna të Kosovës duke ndikuar në përmirësimin e jetës së mira njerëzve. U bën 2200 vizita tek familjet me jetim, ndërsa me ndihmën tuaj numri i familjeve që sponsorizuan me bursa mujore arriti në 2178 duke i mbështetur njëkohësisht 11 prej këtyre familjeve edhe për nevojat e tyre urgjente si operime dhe terapi shëndetësore. Në fushën e edukimit ofruan mësime plotësuese shkollore dhe kurse të ndryshme për 160 nxënës, derisa siguruam edhe çanta shkollore për 2110 fëmijë jetim. Në fushën e teknologjisë, 26 fëmijë ndoqën trajnime dhe zhvilluan aftësitë e tyre në programim, ndërsa 38 fëmijë përfituan edhe nga një laptop. Trajnime profesionale pati edhe për nënat vetë ushqyese, ku 55 gra krye familjare u trajnuan dhe aftësuan për punë në rrobaqepsi. Shpërndam gjithsej 6010 pako ushqimore, kurse gjatë Ramazanit dhuruam edhe 16889 iftare për familjet me fëmijë jetim. 315 akika u shpërndan gjatë gjithë vitit, ndërsa gjatë ditëve të Bajramit kurbani juaj solli gëzim në sofrat e 7826 familjeve, derisa gjithashtu u shpërndan edhe 4200 dhurata për fëmijët jetim. Gjatë ditëve të ftohta të dimrit siguruan veshmbathje për 786 familje, tru për ngrohje për 45 familje, 12 shporet, 25 rroba larse, 6 frigorifer, si dhe mbuluan shpenzimet e faturave të energjisë elektrike për 35 familje. Këtë vit 2 familje me fëmijë jetim në kushte teje të vështira i bën me banim, ndërsa 7 familjeve tjera ju sigurua pagesa e qiras. Ndërkohë hapën bunare edhe për 82 familje pa qasje në ujë të pishëm. Ndihma juaj përmirësoi jetën e dhjetra mijëra familjeve.